Vatra kërkon drejtësi në Hag. Federata Panshqiptare Amerikës Vatra dhe Mbarëbashkia Shqiptare Amerikane i apelon Tribunalit të Hagës për drejtësi të ndershme, të moralshme, të paanshme dhe të bazuar në fakte e prova të pakundërshtueshme, jo të bazuar në falsifikimet serbëruse. Kërkesa për dënim 180 burg për shërimtarët dhe luftëtarët e lirisë, Hashim Thaçi, Kadri Verseli, Jakub Krasniqi dhe Recep Selimi është një marrëzi dhe fyerje jo vetëm për luftën e drejtë UÇK-s, po për mbar kombin shqiptar. Ata akuza bazuar në prova të rrejshme dhe dëshmitar të stisur e qesharak është menduri dhe fyerje për së vetë sistemin ndërkombëtar të drejtësisë. Civilizimi perëndimor duhet ndaloj këtë turp. Lufta e justisë shërimtare ishte një luftë e drejtë, e pastër, e lishme, e moralshme, domosdoshme për mbijetesën e popullit shqiptar në Kosovë përballë regjimit okupator të genocidial serb. UÇK-ja është krenari, histori, frymëzim, integritet dhe dinjitet kombëtar. Askush nuk mund ta baltos ose njollos lavdin, pasërtin, shpirtin dhe nderin e lëvizjes shërimtare që dëboi theu përjetëmonë regjimin gjakatar serb. Federata Vatra dhe Mbarëbashkia Shqiptare Amerikane i apelon perëndimit në institucioneve amerikane që ndalojnë të refuzojnë këtë turp të padrejtësie në emër të drejtësisë ndërkombëtare, shërimtare dhe luftëtare të lirisë janë frymëzim dhe ndërimi përjetshëm për çdo shqiptar. Fatet e Kosovës e kombit shqiptar vendosen vetëm në Washington. Liria e Kosovës është rezultat i sakrificës sublime të popullit të Kosovës, miqve dhe aleatëve të kombit tonë dhe ushtria qërimtare e Kosovës është vlera dhe krenaria e kësaj sakrifice për liri, shtet dhe dinjitet kombëtar, shkruan Dr. Elmi Berisha, kryetari i Federatës Panshqiptare të Amerikës Vatra.